Pas rastit të trajtuar rreth 2 muaj më parë, një tjetër biznes në Korçë, i cili ka mbyllur aktivitetin e tij, denoncon abuzimet nga kompania CEZ me faturat Afrofe. Ky lokal prej gati 2 vitesh nuk është në funksion, siç shihet edhe nga pamjet. Për më tepër, sahati Godinës nuk është funksional. Gjatë 4 muajve të fundit, CEZ ka nisur faturimin Afrofe me fatura të kripura ndaj qytetarit, ndonse ai nuk e konsumon energjinë elektrike. 2 muaj kanë erdhur 127.000, njëra 177 e njëra 118. Ka 2 vjet që nuk funksionon lokali të punoj, ndërsa sahatin e ka diktuar unë, e janë paraqitur në 6 në dorë, ka bërë dhe kërkesë. Asë këtej përgjigje fare. Paguar si rregull i taksave deri në shkurt. Edhe në mars kur shikoj unë që vjen 127. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të klientit, sërish nuk është ndalur faturimi apo të bëhet zëvendësimi i sahatit.